Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Çështja e presidentit ka hyrë në orët e fundit pa një marrëveshje mes partive politike mbi një emër konkret që do të siguronte mbështetjen e të paktën 80 deputetëve të kuvendit. Në ditën e fundit, ndonse janë intensifikuar takimet mes Kurtit me Abdigjikun dhe Hamzën, ende nuk ka asnjë dakordim për emrin konkret, edhe pse vendi rrezikon të hyjë në një krizë të re politike. Kryeministri Kurti, partia e të cilit ka 57 deputetë në kuvend mjaftueshëm për të nominuar një kandidat për president, ka theksuar se synon një figurë që mund sigurojë mbi 80 vota në kuvend. Sipas kushtetutës, zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës duhet bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Presidentja Osmani ishte zgjedhur më 4 prill të vitit 2021. Ish shefi i BIA-s Aleksandar Vulin, aktualisht kryetari i Lëvizjes Socialiste në Serbi, ka kërcënuar me sulme kundër Kosovës dhe kryeministrit Albin Kurti, si dhe çdo individi që ka politika antiserbe. Vulin në një emision në mediet në Serbi ka thënë se Serbia duhet ta sulmojë Kosovën sikur Izraeli dhe Mosadi që sipas tij sulmon çdo që është kundër tyre. Vulin aktualisht nuk ka asnjë pozitë shtetërore, megjithatë ai i shërbeu qeverisë së Serbisë si drejtor i zyrës për Kosovën nga viti 2012, ministër pa portofol, për Kosovën shef i BIA-s dhe së fundmi zëvendës kryeministër i Serbisë. Nuk ka dorëzim, Kosova është Serbi, këto janë mesazhet e vendosura në ambientet e jashtme të ambasadës së Kosovës në Berlin, ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme. Mbishkrimet e vendosura përbajnë slogane nacionaliste dhe nxitëse, përfshirë mesazhe si dhe thirrje të tjera me konotacion propagandistik dhe përçarës. Menjëherë pas identifikimit të këtij akti, ambasada e Kosovës në Berlin ka njoftuar autoritetet kompetente gjermane. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte gjatë vizitës në Shkup u prit me ndërime të larta shtetërore nga presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Sjalovska. Atje Rutte foli edhe për Kosovën. Ai tha se KFOR-i vazhdon të luajë rol të rëndësishëm për sigurinë e qëndrueshme në Kosovë. Në dhomat e specializuara në Hagë, edhe sot vazhdon procesi gjyqësor në rastin ndaj Thaqit, Smakajt, Fazliut, Kuqit dhe Kilajt, me dëshmitarin e dytë të prokurorisë punonjës në Institutin e Kriminalistikës së Holandës. Ai gjatë ditës së djeshme foli për disa dokumente të analizuara që janë përdorur si prova të prokurorisë në këtë rast gjyqësor. Në çështjen gjyqësore ndaj Hashim Thaqit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fazliut dhe Hajredin Kuqit, të cilët akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, të martën u mor vendim që për 4 të fundit të ndryshohen kushtet e lirimit me kusht. Të akuzuarve i u lejua që brenda hapësirave të dhomave të specializuara t'ju lejohet të kenë komunikim mes vete dhe të diskutojnë për çështjen, por duke pasur parasysh se çështjet konfidenciale nuk duhet të diskutohen në hapësira publike. Radio Televizioni Kosovës po përballet me rrezikun e tërheqjes së mbi 800.000 eurove nga llogarit pas një procedure përmbarimore të iniciuar nga kompania Grand Media. RTK ka kërkuar shtyerje të pagesës deri në vendimin përfundimtar të Gjykatës Supreme, duke paralajmëruar se ekzekutimi i menjëhershëm mund t'i bllokojë llogarit, t'i rrezikojë pagat e punonjësve dhe të dëmtojë funksionimin normal të transmetuesit publik. Sipas kërkesës së RTK-s, institucioni ndodhet në pamundësi objektive financiare pasi ende nuk është bërë ndarja e buxhetit për këtë vit, ndërsa ekzekutimi i menjëhershëm do të rrezikonte funksionimin normal të transmetuesit. RTK ka paralajmëruar gjithashtu ushtrimin e mjeteve të mëtejshme juridike, duke konsideruar situatën rrezik serioz për interesin publik dhe funksionimin e një institucioni me rëndësi kombëtare. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 11.